Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Historijete, këtë herë për të pozicionuar në një histori që ditën e djeshme na ka tronditur. Në lagjen Matiqan të Prishtinës është gjetur një foshnjë e posalindur e hedhur në mbeturina e mbështjellur në një qese të zezë. Një qytetar rastësisht duke kaluar ka par një qese të dyshueshme si për mbeturinave dhe me njëherë ka thëritur policin dhe me një të hapur policia brënda asaj qese ka gjetur një fëmijë i cili fatkeqësisht kishte ndruar jetë i hedhur në mbeturina nga nëna dhe babai i tij. Më 20 maj të vitit 2025 në Prishtinë, një ngjarje e rëndë dhe thellësisht shqetësuese ka tronditur opinionin publik në Prishtinë dhe mbar shqiptarizmin të hënën e djeshme. Pas një foshnjë është gjetur pa shenja jete brënda një qesje plastike të zezë, në afërsi të një zone të populluar. Rasti u zbulua nga një qytetar i rastit i cili sipas burimeve të para kishte vënë re një qese të dyshimt pranë një pike grumbullimi mbeturinash dhe kishte lajmëruar me njëherë shërbimet e emergjente. Pas mbëritjes në vendin e ngjarjes, ekipet policore dhe emergjenca konstatuan se brënda qeses ndodhej trupi pa jetë i një foshnjie. Pavarësisht përpjekjeve të shpejta të ekipeve për të vlerësuar gjendjen e foshnjës, ajo u shpallë e vdekur në vend ngjarje. Ky rast ka ngjallur me një reagime të forta emocionale dhe ka hapur shumë pikpyetje mbi rrethanat e ngjarjes, që aktualisht mbeten ala të paqarta. Në një përgjigje zyrtare nga Prokuroria Themelore e Prishtinës është konfirmuar se rasti është duke u trajtuar me prioritet dhe janë ndërmarrë me njëherë të gjitha masat e nevojshme për hetimin e thelluar. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se sot është gjendur një foshnjë pa shenja jete, si dhe prokurori i shtetit ka urdhëruar që trupi pa jetë të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Gjithashtu ky institucion thekson se organet hetimore po punojnë intensivisht për të zbardhur të gjitha rrethanat që çuan deri tek kjo ngjarje tragjike. Prokurori i shtetit është duke u ndërmarrë të gjithë masat dhe veprimet hetimore lidhur me çështjen në fjalë, ku më pas vijon edhe më tej deklarata. Aktualisht hetimet janë në fazat fillestare dhe autoritetet nuk kanë dhënë ende një detaj shtesë në lidhje me identitetin e foshnjës apo të personave të përfshirë në këtë akt. Nuk është konfirmuar nëse bëhet fjalë për një lindje të padeklaruar, një akt të braktisjes me qëllim apo për rrethana të tjera kriminale. Burime brënda hetimeve bëjnë me dije se pritet që autopsia në Institutin e Mjekësisë Ligjore të japë një pasqyrë më të qartë mbi moshën e foshnjës, nëse ajo ka lindur e gjallë apo jo, si dhe të dhënat të tjera që do t'jenë kyçe për vazhdimin e hetimeve. Lajmi ka bërë jehon të madhe në rrjetet sociale dhe në mediat online, ku qytetarë kanë reaguar me indinjatën, trishtimin dhe zemërimin. Shumë prej tyre kanë cilësuar këtë ngjarje si një nga më të rëndat që ka ndodhur kohët e fundit, duke kërkuar që autoritetet të zbardhin sa më parë të vërtetën dhe të vënë drejtësinë në vend. Është e pabesueshme që në shekullin ku ne jetojmë të ndodhin gjëra të tilla. Jemi të tronditur si prindër dhe si shoqëri, shkruan një komentuese në rrjetin social Facebook. Ndërkohë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë reaguar gjithashtu duke bërë thirrje për një hetim të shpejtë dhe gjithëpërfshirës, si dhe për më shumë masa parandaluese që të mos përsëriten raste të tilla të dhimbshme. Ngjarja e rëndë ka vënë në qendër të debatit disa çështje të ndjeshme shoqërore, siç janë mungesa e mbështetjes për nënat e reja në kushte të vështira, shtatzanitë e padëshiruara, stigmatizimi i grave që lindin jashtë martese, mungesa e edukimit seksual dhe pamundësia e shumë personave për të kërkuar ndihmë në kohë. Ekspert të fushës së psikologjisë dhe sociologjisë theksojnë se raste të tilla nuk lindin rastësisht, por janë pasojë e një mungese të thellë të sistemit mbështetës social dhe të edukimit për të rinjt. Ata
nënvizojnë nevojën urgjente që institucionet të krijojnë mekanizma më efektiv për të identifikuar dhe ndihmuar gratë dhe vajza që mund të ndodhen në situata të pamundura. Për momentin, autoritetet nuk kanë dhënë asnjë emër apo detaj konkret mbi dyshimet e para, por kanë bërë të ditur se çdo pistë është e hapur dhe do të shfrytëzohen të gjitha resurset hetimore për të dalë në përfundime të sakta. Prokuroria dhe policia janë duke shqyrtuar pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku është gjetur foshnja, si dhe janë duke intervistuar banorët lokal me qëllim që të gjendet çdo dëshmi që mund të ndihmojnë në identifikimin e personave përgjegjës. Ndërkohë, trupi i pajeti foshnjës do të qëndrojë në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku ekspertët do të kryejnë analizat e nevojshme për të përcaktuar shkakun e vdekjes dhe për të mbledhur prova të tjera shkencore që mund të ndihmojnë në këtë hetim. Ngjarja tragjike që ka ndodhur në Prishtinë ka lënë pas një boshllok të rënd emocional dhe shumë pikpyetje që presin përgjigje, teksa shoqëria është në pritje të zbardhjes të plotë të rastit. Ky moment duhet të shërbente si një thirrje për reflektim të thellë dhe ndërgjegjësim shoqëror, por edhe si një alarm për institucione që duhet të punojnë më shumë për të parandaluar tragjedi të tilla. Autoritetet e drejtësisë kanë një barë të rëndë për të zbuluar të vërtetën, për të bërë drejtësi për këtë jetë të humbur në mënyrë kaq të tmerrshme dhe për të siguruar që fajtorët të përballen me ligjin në mënyrën të plotë dhe të paanshme. Në fakt, ky është rasti që ditën e djeshme na ka tronditur të gjithëve. Unë pata një reflektim edhe në TikTokun tim personal. Ne në këndin e gazetarit e kemi të detyrueshme në mënyrë shpirtërore dhe në mënyrë njerëzore që të flasim për temat e këtilla që në fakt na bëjnë t'i bëjmë vetes pyetjen se ku po shkon kjo shoqëri, ku po shkon kjo botë, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë dhe pikërisht po ky lajm mua më ka tronditur krejtësisht. Domethënë nga kjo që unë kam dëgjuar, nga kjo që unë kam mësuar nga ky lajm, kam kuptuar që njerëzit kanë humbur më njerëzilikun. Tani, në qoftë se ky foshnjë ka lindur i vdekur, pse duhet të hidhet në mbeturina? Në qoftë se ky fëmijë ka ardhur nga pa dëshira apo ka ardhur nga një lidhje dashurie e fshehur, ajo është vendimi i Zotit. Pse ti duhet ta bësh këtë veprimin? Mendon që ti ke bërë një vepër të mirë sepse mendon që kjo e vërteta nuk do dal kurrë. Me patjetër që Zoti do bën çdo gjë që këtë të vërtetën ta zbardhën, por pasojat e tua do të jenë edhe më të rënda se sa ti i kishe imagjinuar. Mesazhi im në këtë përfundim të kësaj historie është kjo: bëhuni njerëz, mos u bëni më keq se kafsha, sepse edhe kafsha nuk e hedhën fëmijën e vet në këtë formë.